luksit që opozita nuk e ka me shku edhe në një parë zgjedhje. Sepse në gjitha rrafshet do hynte më e dot në zgjedhje të reja. E para, e dyta unë e vlerësoj që vetëvendosje e ka gjokerin mangë, nëse mundëm me thonë, ku me ndonjë kandidat që kishë mi shku për shtatë edhe vetëvendosjes, do i blokante edhe daljen e njënës prej partive opozitare, varësisht prej kandidatit që e qetë nga kuvendi. Ta zomë nëse shkohet me dikan një prej familjeve që ta zomë dë një familjeve që kanë qenë familjes Jashari. Ta zonë familjes Jashari si shembull, që po përmendin si emra. Atëherë PDK-ja nuk e ka luksin me dalë pisale edhe me shku në zgjedhje, sepse do i humte edhe një bazë të votuesve të vetë, sepse do i binte që po del kunder figurave të luftës. E PDK-ja me krejt identifikimin e vetë paka shumë e ka me figurat luftës dhe me luftë. Tjetra është sa i përket... Por a do vije deri në atë pikë sa vetëvendosje një farforme ta propozoj një emër të tillë? Tek po e shoh që është një situatë kogja e relaksume, tek vetëvendosje me theks veçantë, unë po e vlerësoj që veç e kanë këtë gjokerin mangë. Tash, a do jetë edhe njëherë Vjosa Osmani, Vjosa mundet me marë disa prej numrave të LDK-s, por nuk besoj që do ketë ndonjë vot të PDK-s apo të AK-s, pasi që ka një thyrje kogja të madhe. Disa prej tyre besoj edhe vlerësoj që do i merë. Jo krejt, po një pjesë të madhe. Mirë, po vetëm ata nuk i krymë punë. Pra nuk ja bojnë 80, që nuk e mrinë 80 numrin 80, që duhet t'jenë pak të në pranë shumë të salë. Pra këto është problemi. Po unë e vlerësoj që qka ka me ndodhë kanë me provu, edhe të pak të nësa po flitet, që nëse prezidenti aktuale e siguron pjesën e mbetur të votave nga opozita, do jetë njëna prej kandidatëve dhe do t'a ketë mbështetjen e vetëvendosjes, ashtu po flitet. Po problemi është që është shumë pak e pletshme dhe jo reale me konstatu që do i ketë këto 24 votat pak të nësoj duhet për me qenë prezent në salë. Kur po thoni mund ta ketë mbase qof votën e LDK-s, qof votën e PDK-s. Besoni se pjesa e fundit, sidomos pjesëmarrja në marsh në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s, mund të ketë ndikuar që PDK-ja të ketë ndruar qëndrim? Nuk e besoj, edhe pse tash është diçka një tendencë e re, ku po shihet edhe nga ona e prezidentes, por me tekst veçantë nga vetëvendosje, janë duke u ofruar për ditë më shumë dhe duke u identifikuar në një farforme për ditë më shumë me luftën dhe figurat luftës, ta zomë të paktën këta që janë më pak të ekspozuar në politikë, që nuk janë në parti opozitare. Edhe kjo është një trend interesant, edhe pikërisht kjo mendoj që ja jep luksin vetëvendosjes që me dalë me një kandidat tjetër, edhe me detyru në një farforme, me obligu... Pra ju më shumë besoni në këtë opcion, se do dalë me një figur nga një familje e cila ka luftuar, në mënyrë që ta fitoj dhe votën e PDK-s, se sa të shkojt me Osmanin dhe të ketë votën e. Se dhe këja ka problem me u tërhjek tani me lëshu salën këtë rast, sepse preket vetë baza e votuesve tyre. E këta nuk e kanë luksin me prek me hupe dhe një votues, se bol pak ju kanë metë. Ta është me hupe dhe pak, unë nuk e di që ka mendojnë me shku në zgjedhje tani në zgjedhje të ashme. Zotëri Zeqiri, ky diskursi i lëvizjes së vetëvendosjes